Slagjan Trajković është dënuar këtë premte veç me 10 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Ai, sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, ka kontribuar në vrasje, bastisje, rrahje, maltretim, arrestim, torturë, trajtim mizor, eshnjërzor, mbajtje në kushte sklaverie, debim dhe depërtim të mijëra civilëve shqiptar. Në mesditën e 6 prillit të vitit 1999, forcat ushtarake serbe ku bënte pjesë Trajkovići kanë marrë urdhra duke rrethuar fshatin e Znik të Vushtrisë, e pastaj kanë filluar ofenzivën duke sulmuar fshatin, duke djegur shtëpi dhe vrarë civil, e po ashtu duke vrarë në të njëjtën ditë edhe 9 anëtar të familjes Ujkani. Me te i thuhet se me 22 maj të po të njëjtit vit, të varrezat e qytetit e Vushtrisë, forcat serbe kanë tubuar 20 deri në 40.000 banor civil, i kanë urdhëruar të ulen e tokë, e më pas i kanë rrahur me shkopinj të drurit, krejt në fund duke i dërguar në drejtim të Shqipërisë. Shënjestër.net